këtu, me makinë. Ka rreziku me kokë ai që ka hyrë. Po si ka hyrë ai me makinë tani? Po të çmendur o. Ai shikoj më tjetër apo. Ku të shkëtutot me makinë? Po. Pa shiko më sa është tjerësia. Ka dhënë 10% tjerësi këtu. Po, 10%. Për një kemte këtu, 10 milion lekë që kam shprehur unë, bej, edhe ngrihesh, iqesh një këto të besh. Kësa ti ka rënë në një këmbë këtu? Jo, kjo këmbë këtu. Ka ikur komplet, ha? Ajo shiko sa është varur aty, është bërë si. Dhe po tjetër edhe rretikohet të tjetra pas asaj, se e treqi njëra tjetër. A kuptoj? Kjo urë në 72-shin është bërë, ore, po ta shikosh. E 72-shit, ha? Është bërë në 72-shin dhe kanë sjell burrët nga një pruan dhe poshtë, burrë të gëvendur edhe janë skalitur me smillar. I bante një plak. Raqo Vasili i thoshin po ai. Edhe punonin punëtorët orë, e kanë bërë me kraure, me thonje, se kjo ishte pedruri në kohën që të thash në lashti. Këtu se është vënë ndonjëherë dorë? Vetëm këtu ra njerë kjo është kau edhe e bëm njerë këtu neve. Pra, ka rënë njëherë kjo? Jo, nuk ka rënë kjo. Ja, shiko sa arguri ka. Po. Të gëdhendur me pozicionin e urrës. Kam punuar me artizanalore, nuk kam punuar si këta që edhin 5 lopata cimento dhe Shiko më qanë arkitekti ka qenë ai, shiko si ka bërqoshe. Të gëdhendura pas të fatë Shof, shumë vapor të qaj dalët e oqeanit. Jo një sumë. Shiko atje sa keq është. Shof. Përse për një barierë poshtë atje dhe nuk binde kjo, jo, po vetëm një bazamente bente me cimento. Atje në hyrje, këtu në hyrje dhe në dalje. Një mur mbrojtë, se të mos e gryente